Po shkrim lexim, Resulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka vërtetuar në Kur'an që nuk ka ditë shkrim lexim. Por kjo dy sene duhet i kemi parasysh. Nuk është pikë dobët që me shfrytzu kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse Resulullah Allahu ka dash me qenë ai an-nabiyul ummi, pejgamberi analfabet, për me i dhënë me kuptu gjithësisë edhe njerëzimit deri në kiamet, se Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka mësuar prej asnjë filozofi, nuk ka lexuar asnjë filozofi as greke, as latine, as romake, as. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam është i inspiruar nga Allahu fuqiplot prej qiellit të shtatë, prej mbi 7 qiellave, sepse ai është pejgamber dhe nuk ka shkruaj Kur'anin. Thuhet se në fund të jetës pejgamberit alayhi salatu wasalam Resulullah ka fillu me shkruat, që më thonë shkronjat, po thamë kështu me ditë me shkru, apo do kanë thonë me i lexu, por transmetimet nuk janë shumë të sakta. Thash thuhet. Kur e përmendim fjalën thuhet, domethënë lën vend për dyshime.